Kryeministri Albin Kurti po zhvillon një takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, për presidentin e ri të vendit, për t'u hapur rrugën edhe formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve. Takimin po e ndjek gazetarja e Top Channel Leonita Bajrami, të cilën e kemi tani në lidhje direkte. Leonita, çfarë ke mësuar nga negociatat e sotme deri më tani mes drejtuesve të dy partive? Përshëndetje edhe për juve, aktualisht krerët e lëvizjes vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç kam paralajmëruar, do të diskutojnë për emra konkret për të parin e shtetit në takim. Para se të futej në takim, kryeministri në detyrë Albin Kurti, pra që është edhe drejtues i lëvizjes vendosje, tha se është optimist që mund të arrihet një marrëveshje, po ashtu njoftoi se ka edhe emrat për t'i propozuar për president, por që refuzoi të deklarohet ose të shfaq para mediave këta emra për faktin se ta do të mund të ndikojnë dhe nuk do të ishte e drejtë edhe për negocimin që do të bëjë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës para se të futej në takim tha se do të shohin se si do të rrjedhin gjëra. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ishte optimist se mund të arrihet një marrëveshje, pasi që thotë se duhet të evitohen zgjedhjet e reja që i kanosen vendit në rast të moszgjedhjes së presidentit të ri brenda edhe këtij afati tjetër që do të paraqitej në rast se konstituohet kuvendi i Republikës Kosovës. Një emër konsensual do të duhej që detyrimisht të mbledhte më pak së paku 80 deputet në sallë e Lidhja Demokratike e Kosovës bashkë me vetëvendosen si fuqi e parë do të bënin pikërisht këtë numër për të zgjedhur ose për të arritur kuorumin për zgjedhjen e presidentit, por fillimisht duhet të konstituohet kuvendi e formohet qeveria, gjë që do të bëhet sipas Albin Kurtit vetëm pasi të arrihet një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri. Mirë, të falenderoj për informacionet e tua. Në vimësi do të marrim më shumë lajme nga Prishtina. Ishim me Leonita Bajrami.